Kanë tjerë më të madhe, vepër më madhështore se kjo, në tërë Evropën nga mëngjesisur s'kam parë. Bravo qoftë, Allah t'i kenë tërë ato që kanë marrë, e inshallah marrin e sa të tjera. Si ndjerë që je mjeti i parë që hyn sot në këtë? Kënaqësi e madhe, domethënë në autostradë me 8 korsi s'kam kaluar ndonjëherë, po do ta shkojmë nga mezi thonë është më e bukur. Do ishte më bukur të kishim dhe tupana sot? Sot do ishte mirë të kishim kulaç, të kishim dahulle, si ajo e asaj qafë ploçës që më parë qa rruga se dahullja. Se është qarë dhe dahullja tash. Si kanë qenë këto 11 ditë për juve? Këto 11 ditë kanë qenë bukuri fare. Kemi bërë një shëtitje ande nga Spafari në prato gropat në fushën e Romakëve. Rruga që ka bërë Romakët para 2000 vjetësh ishte më e mirë se kjo që kanë bërë këta këtu. Si ka mos je? Po si nuk e di, din këta shefat, këta drejtora, këta qeveritarë që na drejtojnë, po bravo i qofti populli që i përkra, që u rri mbrapa, që mbajnë familjen me bukë, se s'kan faje këta. Qyrse, po t'ishte 6 vjet gjallë, me lopata i kishte bërë këtë. Edhe një 50 vjet nga këta kishte varur aty në shtyllur.